Sepse tatimin fitim, bizneset kanë shpenzime më të mëdha. Po. Edhe ai ka 13 shkolla i hub, 13 qerve, të mira. Okej. Edhe ai duhet me kuptu tash zëra eja me kënd është. A është me ne, a me ata? A është me ju ose me ata. Shkojmë të shohim pak efektin direkt tek prodhuesi. Me Nehat Gecin jam nga klubi i prodhuesve dhe Nikos është drejtuesi i një nga pronarët e fabrikës së tjegullorës në Skenderaj. Nëse prezantova tamam siç duhet Nehat. Po Nehat të kam parë sot me punëtor e me gjithë pjesën tjerë ishe bashkangjitur në këtë protest, edhe pash një shqetësim shumë të madh tek ti se si mund ndikoj tek biznesi juaj, por në përgjithësi tek prodhuesi. Jam kurreshtar ta di nga veta e parë fillimisht si do të ndikoj, cila është frika që e keni ju në këto momente. Fillimisht ju përshëndes juve probleme dhe të pranesin në stundën e juaj. Neve si biznes, se që kanë tekë dhe praforësit ma edhe që neve për te nga dërton shumë kjo rritje, apo këdolin e trek të hapur. Ju si që dini, disa edhe dhe huda ekonomike ka thënë se ne nuk kemi, po edhe ne personalisht nuk kemi për mos me dollë në tregun e hapur, por ende nuk kemi pjekur kushtet për me dollë në kitin në tregun e hapur për arsye se kemi vetëm një konkurent. Prandaj ne nuk mund ta quajmë treg i hapur, por vetëm një operator është që të ofron energji elektrike. Që i bie është monopol. Është monopol, prandaj. Dhe duke po përbos këtë, ne kemi bashkëpunim me Udhën Ekonomike të Kosovës, i kemi shtjellur të gjitha rrugët ligjore të komunikimit me qeverin, me organet relevante për të shtyrë për një kohë të caktuar derisa të bëhet kushtet për të dalë në tregun e din. Edhe biznesit ne që jemi